Tani ato u bën virale ato pamjet tuaja, unë harrova ti thosha Cila pamje? Që mbaroi mbledhja e kryesisë dhe ti u ktheve te dera, ti flisje, ti thoshe diçka Flamur Nokës. Çfarë i that? Për zonat, sepse po i thosha, unë nuk diskutova me doktorin për zonat, i thash sepse më faqi do Pse aty ngeleti për ta thënë atë? Jo, sepse unë me Flamurin, po atë po diskutova me Flamurin ndarjen e zonave. Se di si kemi kuptuar ne. O Flamur, pse më lat në lista të hapura? Unë e dija përpara se kishte asnjë diskutim. Po si u ktheve ti aty ishe live? Jo, kur u mbyll mbledhja, ne po diskutonim ndarjen e zonave. Edhe unë ktheva, o Flamur, thash se e kam folur, domethënë ajo ishte, domethënë unë isha e çliruar nga çdo lloj emocioni aty. Ne specialistët e komunikimit, mediat, body language, po edhe të kuptuarit të lëvizjes së buzëve, nuk është se kuptuam gjithë, sepse ishte me kurris për të vërtetës. Nuk është se ne kuptuam që, por hamendësimi ishte se do të thonë Flamur si ma bët këtë. Jo, fare. Nuk është kështu. Në mënyrë absolute unë e dija